Kjo ka të bëjë ma shumë se vjedhje votash, sepse vjedhja e votave të cilën është bërë nga komisionert, nuk është bërë nga komisionert, është bërë nga opozita realisht. Ta shikojmë, ka një mandat tjetër, një mision tjetër, pasi që këta kanë pas për qëllim prishjen e mandatit ose ma mirë të thëmë rezultatet e këtyne zgjedhjeve, dhe tutjen e Kosovës në një krizë zgjedhore dhe krizë institucionale, e që për pasojë do të ishte kryesisht pasoja do të barte qytetarët e Republikës Kosovës dhe vetë shteti e Republikës Kosovës dhe strukturat e sigurisë dhe qeveritare. Por pashikoj, unë mendoj që qëllimi kryesor nuk ka qenë vendosja në deputeti, apo më mirë të thëmë vjedhja votave dhe të ngritjen e deputeti, por mendimi im personal, bazë rrethonave të cilën e kam pa dhe vendeve ku është vjedh vota më së shumti dhe nga kush është vjedh vota më së shumti, dyshimet e mia janë që qëllimi kryesor ka qenë prishja e rezultatit dhe prap në zgjedhje. Mendoj që prokuroria, policia duhet të sankcionojnë këta komisioner, por jo vetëm, duhet të sankcionojnë personat të cilët kanë bërë thirrje për një vepër të tillë, që ata persona të cilët kanë shtyr që këta individ, këta komisioner të kryejnë një vepër të tillë, unë mendoj që qofshin deputet ose ndërkohë përfaqësues partive politike, do duhet dënohen bashkërisht me mendoj edhe më shumë se sa vetë ata cilët e kanë kryer veprën. Kjo është vepër penale, është kundër vullnetit qytetarëve të Republikës Kosovës dhe mendoj që duhet të veproj prokuroria, policia të hetohen, të sankcionohen, të dënohen dhe tjetër herë mos të kemë vepra të tilla, por të kemë një përfaqësim nga KQZ-ja, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që të bëjë çdo vend me kamera dhe bëhet çdo gjë elektronike, që mos të ka mundësi të manipulimeve, dhe atëherë do të kemi rezultate më të shpejta, do të kemi rregulla më të mira dhe përfaqësim më të mirë të identitetit qytetarëve të Republikës Kosovës për zgjedhje. Do ta mbyllim me pjesën më të rëndësishme të sigurisë. Këtë vit në çfarë drejtimi po lëviz Kosova në të armatosis e kam fjalën. Se kemi parë vitin që u mbyll nga Turqia, nga Shtetet e Bashkuara, nga Gjermania, mjetet, po ashtu edhe Kurti tha që nuk kemi nevojë më për tanket sepse kemi raketat, javelinet e tjera. Ku duhet fokusohet në mendimin tuaj? Mendimi im është që Kosova çdo ditë është duke i ngritur kapacitetet e veta mbrojtëse, jo sulmuese, po mbrojtëse. Dhe kjo ka nxjerrë Kosovën vend në parë në Ballkan bazë Normandy Index 2025 të Komisionit cilën nga Parlamenti Evropian e EPRS-s, janë 13 në botë dhe kjo nuk është befasi sepse nga disa analistë, kolegë, qofshin kolegë nga siguria po thonë që Kosova ka sigurinë e plot nga NATO, por jo vetëm, sepse NATO apo KFOR-i nuk përfaqëson shërbimin e inteligjencës, nuk përfaqëson policinë, nuk përfaqëson FSK-n. NATO është aty, do të bëjnë të gjithë punën e tyre. Po ata kanë mandatin e tyre në bazë rezolutës 1244, ndërsa Kosova ka një sfidë për mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial, mbetet sfidë strategjike që në 2028
Kosova merr vetë ndryshon misionin, FSK-ja ndryshon misionin, shndrohet në ushtri në Republikës Kosovës dhe emrin dhe bëhet me kapacitete profesionale të sigurisë në plota, por cila ka edhe bashkëpunimin me aleatën ndërkombëtar, që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilën kemi një bashkëpunim me Shtetin e Ajovës dhe çdo ditë më shumë kemi edhe përfaqësime, edhe mirënjohje, edhe solidarizime nga kolegjet e ndryshme, sigurisht që është me ministrin e mbrojtjes e Macedoncin dhe komandantin e FSK-s zotëri Jasharin. Këto janë një diçka që Amerika ka arrit, një shtet, si që është Republika e Kosovës, një shtet shumë i vogël, ka arrit me ka arrit me shiku dhe ka arrit me analizu që Kosova me 1 milion e sa banor është në gjendje të hynë me çdo vend në luftë për shkak të Amerikës, dhe kjo është një strategji dhe një mirënjohje që Shtetet e Bashkuara Amerikës kanë bërë gjatë vitit 99 për qytetarët e Republikës Kosovës. Shteti i Republikës Kosovës momentalisht strategjia e tyre për vitin 2026 është në ngritja e buxhetit, të cilën vetëm e ka bërë kryeministri Kurti, dhe kjo e fut Kosovën në një euro janë investimet e planifikuara. Unë mendoj që ato 1 miliard janë të shkruara, por kemi jashtë asaj në cilët vijnë programet e reja, është fabrika e municionit, tashtin nga ka dalë edhe pjesa ku zotërusit, ose më mirë të thëmë inteligjenca qytetare e Republikës Kosovës ka shndruar që të rritë e Kosovës të prodhojnë dronë, si është skifter e disa lloj dronëve të tjerë, që në rrethonat e tilla në një shtet e posaformuar të krijon këto mekanizma, është një diçka që Kosovën e vun në një pozitë tjetër.